Kush bën istighfar, syfyre iftar, muin Ramazan, betet fitim tar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'd. Çdo njeri kërkon dashuri, por disa prej tyre e mbysin, e shkatrojnë, e lëndojnë veten e tyre duke kërkuar këtë dashuri në vende të gabuara, jo të duhura. Dashuria e duhur, dashuria e sinqert, dashuria e realt dhe më madhështoria e dashurive është dashuria e Zotit ndaj krijesave të Tij dhe anasjelltas. Dashuria e Zotit ndaj krijesave manifestohet me argumentimin se Allahu subhanahu wa taala i ka privilegjuar besimtarët me përzgjedhjen e tyre që të jenë musliman. Nga se na e dim se të gjitha mirësitë e xhennetit janë përgatitur për besimtarët musliman të sinqert. Në një ajet Allahu subhanahu wa taala na e tregon dhe delikatesën që duhet ta kenë besimtarët në dashuri me Allahun subhanahu wa taala. Thot Allahu në Kur'an: "Walladhina amanu ashaddu hubban lillah." Ata të cilët kanë besuar kanë dashuri të fortë, dashuri të madhe ndaj Allahut subhanahu wa taala. Në një ajet tjetër Allahu subhanahu wa taala thot: "Wallahu yuridu an yatuba alaykum." Edhe pasi që këta besimtar Allahu i ka privilegjuar, këta din ndonjëherë të mëkatojnë. Din të mëkatojnë Rahmanin, Ar-Rahim. Din të mëkatojnë El-Khaliq, atë të cilët i ka kriju. Tamam? Megjithatë, ky Allah kaq i madh, kaq i plot fuqishëm, na e manifeston dashurinë e Tij dhe na tregon se është i vetmi Zot që meriton të adhurohet, duke thënë Allahu subhanahu wa taala don që t'ju fal juve. Pa marr parasysh se çfarë ke bën jetën tënde, pendohu nga se Allahu don me të fal ty. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith që shënon Imam Buhariu na thot se men ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Kushdo që dëshiron takimin me Allahun, Allahu subhanahu wa taala, Zoti i gjithësisë, e dëshiron takimin me të. Andaj, i morë objektivat, i morë çelësat në dorë, e din se çfarë duhet të duash dhe këtë duhet ta duash, kërkoje dashurinë e Allahut subhanahu wa taala, shpresoje këtë dashuri dhe kërkoje këtë takim me plot këmbgulje, nga se padyshim që edhe Allahu subhanahu wa taala do të dëshiron të takohet me ty. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.